Jemi rikthyer pas këtyre këngëve, unë edhe njëherë ju përshëndes të gjithëve, ju kërkoj falje dëgjuesit që na kanë telefonu, por isha përpek në pauzë, kështu që shpresoj po kaloni mirë. Unë do t'i marr dëgjuesit që na kanë telefonu, tashmë e kemi edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi mbrëma, mirë se na erdhe Ferid. Mirë mbrëma, përshëndetje zonja Lulje, përshëndetje për ju dhe gjithë pranishmit. Ferid, si po kalon? Mirë falënderit, mirë. Gëzohem qofsh gjithmonë mirë, respekt pa fund. Amin. T'lumë goja me ju gjithë bashku. Po që ako tre dhe qka do të në thuash sa unë të Ferid, me qenë se kemi tim të lirë. Për zotin më shumë u kyqa vetëm t'ju përshëndes edhe të përshëndes ty s'pari me mbarë familjen edhe gjithë ndëgjusit. Faleminderit. Edhe atë zotrivën i cili ishte më heret, ju uroj shëndet, zoti e bekoft me mbarë familjen, dhe kjo është krenaria jone e cila na bën të ndihemi krenar, edhe lumë ne për kësi njerës që i kemi, e për faqezit toka e lëshoftë. Kështu që se është Ko dhe si ko gja shumë balla Ferid. jo shumë, po tepër shumë. Pse pe thëm këta, se me të vërtet kur i ndëgjon këta njerëz, kur i ndëgjon këta, se është një fjalë që thujnë kush është mjek, ai që hjek. Këtu më smiri flet vet ai si shfolke, edhe ata njerëz që të kanë përjetu, edhe kanë prek, edhe luftën, edhe gjitha ato që i kemi. Ne jem si popull, me të vërtet kemi qenë qysh me vite shtypun, thuje se i kemi prek gjithë, edhe gjithve në ka prek, kush do qoftë që ka hup familjar, shok, miq, dashamir, Zoti lula xheneti si që kemi ne si shprehi, i qoftë edhe lavdi ju qoftë gjithve. Por kur e prek dikon më prej josh, më prek edhe mu, se ne jemi me të vërtet jemi shumë pak ndahmi, edhe thojmë këta ose ata, ne jemi një për gjithë, e gjithë për një. Kjo është ajo krenaria jonë, dhe kjo është ajo, se ne dim të bashkohemi, por me të vërtet, shka është të ndodhë kohën e fundit nuk e di, a na ka ikur truri, a na ka lakmia e tepërt, se ai unti, ai ngiti tuntit nuk ja beson kur, por gjithmonë ai i unti ja beson tuntit. Kështu që kjo është ajo që i dashta të thëmë, edhe lumë ne për këta njerë që i kemi. Lavdi për jetë e mote, gjithë dëshmorëve, martirëve, lavdi për gjithë që kanë ra për këtë liri që i gëzojmë sot, dhe lavdi edhe për gjalli që i kemi sot, du t'ja vdimi vlerën, edhe du t'i nderojmë, edhe du t'i respektojmë, se falë këtyne njerëzve, jemi sot ku jemi edhe flasmi në këtë gjuhën, si flasmi edhe sot, se po që besa, sikur mos t'ishin këto 3 shkronjat e arta, ne sot ndoshta edhe gjuhën tjetër dhe të fleshmi. Po, njerëzit po i harrojnë shumë shpejt, vujtjet, sakrificat, dhe dash Zotë që të vedisohemi njëherë e për gjithmonë, mos të lëndojmë, se sot është më problem të lëndosh dikon edhe të rëndosh, se sa gjithë pasurinë e botës t'ja japsh dikuj. Se lëndimi nuk shërohet. Gjitha tjerat shërohen lule. Por lëndimi është jetë edhe do të mbetet për të jetën lëndim. Ploga shërohet, por fjala e hidhur s'harrohet, kam thënë çdo herë. Pikrisht është kjo,
Pikërisht është kjo, pse me të vërtet po duhemi edhe duhet jemi të kujdesshëm, edhe më të vërtet po dalmi gjithmonë në atë fjalën e vjetër kur kanë thonë pleqt, për të njohësh dikon, edhe të ofrosh dikon nga të vetë është duhesh me hongër një thes kryp. Sa da vlen aja Ferit? Jo nuk vlen, Lulja, jo nuk vlen. Njeriu kur qelët me zemër edhe me shpirt, edhe afron dikon, edhe e don, edhe afron edhe në familje afron, edhe se ajo është edhe kjo si shprehje që i kemi ne shqiptarët, thujmë koha kur nuk ndryshon. Koha është e njëjtë gjithmonë, por ne kemi ndryshu sikur nata me ditën. Por çka është edhe tjetra, ne 5 orë e zim pasulin, 5 minuta nuk presim të ftofët. Aty për aty shpërthejmë atë mlefin edhe atë problemin që e kemi. Dhe kjo është ajo e keqja. Por tjetra cila është edhe me keqja si e kemi si shprehi në kohën e fundit, gjithmonë fjalën e fundit e thumi të parën. Kjo është gabim katastrofik. Pse? Leja kohës, leja vendit gjithmonë e adel. Kohën edhe fjalën e fundit duhet e thuash gjithmonë të fundit. E jo fjalën e fundit të thush të parën dhe gjithat i përball ato të mirat edhe ato të këqijat i hudh nuj apo ndet apo ku do qoftë. Por si do qoftë, ne jemi këta që jemi. Prap se prap, unë i përgëzoj edhe i përqafoj gjithë se jemi të mirë, po dash Zoti që të jemi edhe më të mirë. Kash Lule mos marr kohë ty edhe ndëgjuesve më shumë. Unë ju uroj shëndet mbi gjitha, shëndet. Shëndeti është mbi gjithat, edhe të vedisohemi, të bashkohemi, të afrohemi, mos largohemi se jemi shumë pak për të largu edhe të ofendu edhe të lëndu njëri tjetrin. Por si do qoftë, dikush është sot një krizë apo një moment të rand, jetës nuk i dihet, e unë lut Zotin edhe lut ku duhet lutem që të smurët shërohen edhe Zoti ti bekon, kurse të shëndoshit truhen nga lëndimet edhe nga smundjet që të jemi edhe të kënaqemi me vetit. Natën, respekt edhe gjithë mira. Faleminderit Ferit shumë, natën e mirë, gjithë mirat, respekt pa fund, Gjithë mira. Pra, e kishëm dëgjuesin tonë nga Zvicra pikërisht Ferit Fejzullahun, ku e falenderoj për telefonatën. Me të vërtetë edhe unë i bashkangjitëm kësaj që ka tha Feridi. Të ruajmë spari shëndetin, të ruajmë spari durimin, të ruajmë fytyrën edhe karakterin tonë, si shqiptar që dina gjithmonë të ndajmë të miren nga keqja, të ndihmojmë kur është nevoja atij që ka nevojë për ndihmën tonë, dhe asnjëherë mos të harrojmë vuajtjet tona, varfrin tonë, skamjen tonë, që kemi kalu ne si të ri, po që kanë kalu prindrit bab e babgjësht tonë, se gjithmonë kanë thonë çështët se i ke dhe Feridi, i njëjtit tontit nuk ja beson, po edhe ai që ka nuk ja beson atij që s'ka, por dora për dorë nga njëherë bëhet mi fjalë që tha Zoti që asnjëherë mos të bëhem të kërkojmë ndihmën e dikuj, por duhet të mendojmë që edhe ne sot kemi, nesër s'kemi. Sot jemi shëndosh, nesra nuk jemi. Kështu që të duam, të respektojmë, të ndihmojmë, dhe së fundi të durojmë e mos të folum një fjalë që të paktën të lëndohet dikush shpirtnisht. Për pak sen. Kështu
Kështu që ju falenderoj, koha vetëm po ecë, ka shku 19:47 minuta. Unë do përpiqem të telefonoj dhe të marrë edhe një telefonat që na ka telefonu ma heret, kur unë isha në pauzë. Kështu që e kam edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mirë mbrëma, mirë se na erdhe Vilsan. Mirë mbrëma Lule, për ju në dëgjues të respektuar me djumit juaj. E Vilsan, si dhe si kaluve këtë fundjavë? Këtë fundjavë mirë, ju ndalë vetëm ndaj në bache pak, e kom pastru, kështu që tërë ditën kom mrenda. Bilet pak të thuj një dile pushim, se dhe ti pun, natë e det. Për zotë Lulu me ngjes deri se në 6 deri në 10 në darkë, se çdo mbrëmjen punë jam. Po. I 6 në mëngjesit që dalë deri në 10 kur për në shpirëzvi, kështu që sot kom duket penina dhe pleshnia ka nisë me një lodhjen. A lodhjen fizike, a psiqike, a dyja të bashk? Jo, psiqike drejtën më thonë mirë, qëndroj se nuk merr në fort me punë të haltit. Kom punë mija sa dush për i 6 dhe 10, së më lojnë mu morë me punë të huja. Nuk i ku, ha? Kom, po e kur të vi, merë gjumë, e këtona me gjumin tanë, po më pëlqej Feridi e përgëzoje përshëndes gjithë parafocët, pripacit fazlit dhe në fundit. Thatë shëndeti, ju ndëgjova. Po latë një mangësi, unë kësha thonë, inshallah më sporti i ke med në kry, se me një thes kumpira shqiptarë shnetin të bujnë 200 kila e med duhet një pas. Ata mërmenja që aja fjolla shëndet për kry nuk vlena? Jo, për zotën nuk e cekt për ato. Ndoshta keni gjujt pak edhe me kështu... Ja... Se kom kuptu në termen e juj, ka mundësi që aty keni gjujt, nëse është që aty e përgëzaj edhe ju respektoj të dëve, se kom kuptu nëse keni pas shëndet qafet të poshtë, atëherë pranoj me asnjonin, me gjithse pak që ka që e përgëtum të përrejnë. Allah e Vilsan, shëndeti fillon pej ma e krije dhe në gishtat kamës. Jo për besë, se për i konvja njës të shqiptarët e të shkon për pjetë, se të ku djetë qafa për nalët. A di qa problemi se na shqiptarët jena shumë qafshkurt dhe fjallën që shëtë Ceki Feridi ka njëherë thujme edhe pa menu, po edhe fjallën e mra me fullëm shumë shpejt për ngutije, për gute që mos qa po bohë, qa po ndodhë, ti thamë sa ma shpejt, unë edhe të një bojna për lakajt, s'po thamë të tërë qka se ku me di qka. Për pes Lule, për të thëmë drejt, du të mjëllon shnet, inshallah, ka në men kry. Inshallah. E kom vrejt Lule, që shoqëria jonë më vje keqë për shprejna, ama për jenë që jenë kaq naiva, e kaq budallum, po se kom prit. Tërë s'po di si na ja lojmë vakcinën, ja vlojmë vakcinat, a di ja vakcina. Po Lule, ra që kjo farë rrjetet sociale edhe pizbulojnë, po më duket na si komb, më spenzojnë venën e parë në botë për budallak. Veç rastin Mitrovic me gumat i qu për pjetë, tu dëshmon si na ku jemi. Shka s'kom një kun botë, as kom pa kun botë, e kap gumën e kerrit e të qu dhe festu. Që kjo është ajo kulmi i budallakit i ignorancës. Ata më mërmenja që ata nuk ju në kond përfshinën në thonjën që ka pas bo bom hajvanat. Nuk besoj ata që ju në kond përfshinë ato, se ja kanë kalu. Jo, e ka ditaj shumë mirë, e ka ditaj zotnia shumë mirë, se me qëfar prime hajvanat. Më të vërtet hajvanat, e keqari, hajvanat. Qërë i kem pas do ki, ku i në gjithë shumë më shgjedh, për bes ku i të ishe hec, unalke ose të ngojke, ama për këta qenë ma hajvanat si hajvanat, këto veç rënohë shumë na si njerës, e për budallak, na nuk jam shojmë pople, na krenohëm dhe gjallule. Na krenohëm shaki, që e përgëzoj rapsodin e ndërum, e boni një kongë tjerë zakonshme, për shaki, na janë zonë venën e parë gjithë kënë botë. Ja, në telë shaki, s'ki matë mirë se në heqë. E
Edhe u pa puna e qytetarëve të Republikës Kosovës, sa dinitetshëm janë edhe sa të meqëm i kemë poplin tonë. A kanë bo manë marë se ata bota ishe. A dhe që unë është mirë. Po besoj që më vjen turp më vjen, më bo më mnal nesë të kush me thoni cëllët vend jem. Së di me shka me prezentu, vëq ne prezentosha me guma. Së di që me thonë, që për i cëllët vend, vi për i sti vendit që qojmë guma të festoj. Me shka du më prezentu të vendin tonë, me shka? Me tupona, me sula, me plisa, me rrëta. me shakia, Nuk mi tham guma, po rrëta. me rrota. Këtë nëherë, Vilsen, na kur i na konë si thmi, nuk i na pas të ngërlau që akse ludra që shikan tash, po seriozisht që ashtu dë rrëta kur u preqen dë guma të kejrë, ma dejshëm me marrë dhe me dalë në përullic me nga mas tyne. Lule, unë zotit Peci, edhe që s'qim partisti ju raj fitore, bindë se nëse ka fitu, absolutisht se kom problem. Dhe gjdo kujtojt komunës urime, veç të përnojnë për mirë, për popull, po. A më jëbre mu quë, mu tranu me guma, me festua, me gjona, e dalin, dilshin me tupana, thoj ke, po kjo është mendori, nuk e di unë ka popull ma budal në ruzlën toksor, veç një në zonë mos t'i ofendoj Afganistan, që e kom një mek i imi ishte ndarsën para 2 vjetë, po më tregon, tha veç edhe shtop ja u tregoj, tha Vilsan, tha shkum në Afganistan, ndarsën me 100 frikë. Ko shkum, tha të një migje ti, tha një 10 kilometra, hetë së mara, ko shkum, tha pe gjojnë, tha një midis livati, shtru, tha një qebë, sharkijat, qajnë e rusit, dë pat legjona, dë të hongër, tha edhe unala, tha hej, që më rejla për i zotit, për thonë vetit, valë më se kemë nga për jardën për i tënve. Apo në kupton, ajo? Na lule kërkun s'jem, he, qeq kërkun për si shoqnis jem. Gjdo ditën ma tepër të devijujem. Veç zot banë e harë me këtë popull tonë, e ishala, si tha Feridi, shnet paqin veç në qafë për pjetë, që të postë kanë sa dush, të që jërë një mbromje të një, ty, e ndëgjuzve, Faleminderit Vilsan, ka shkru Feridi një koment, ka halule një përshëndetje veçantë shkan për Vilsunin, tregoj se kanë faj vakcinat, a ka faj burdushi me terapi të vejta, respekt e shëndet nga kuka. Faleminderit Feridi, me të vërtet e lëbën temat mirë, është në si më ndëgju është të burri prajshëm, flet mirë, flet amel ma shkurt, po nuk e kom, ndëgjo, nuk kom kundër asnjë partije, beso, absolut s'kom kundër asnjë partije. Tash edhe herë, ju uroj çdo kujtohet komunës, pavarësisht cilës parti është, ju uroj suksese edhe punë të mbarë në vazhdimsi. Ama, kjo konë kulmi për Ti vetë jetën që sa vite në Gjermani, edhe këto mohën zgjedhjet të gjdo 4 vjetë, edhe fitojnë kryetarët komunës, fitojnë kryeministrat, fitojnë ata parlamentet, gjithkon. Deri sot unë halon jetën teme, që 28 vite jetojnë lansot Gjermanisë, edhe tash edhe ne na vinë këtu fletat e vetë votime, me qenë se e jemi edhe shtetas tash të Gjerman, po kur njëtën time nuk kam pa as një manifestim del, as në qytet, as në rrugë, as kërkun që u dal dikosh edhe ka festu, që ka fitu dikosh në zgjedhje. Pa më parasysh çfarë aspekti, as nacional, as komunal, as kur gjuheq absolut. Mu po më dhim set, Lule po më dhim set, ndoshta i kërkoj falë që mora, po më dhim set më të vërtet koha që humbi me disa njerëz. Po s'kom qarës që kom pjesë tjetë se du të më punu me ta. Që vjen Lule, hanë bukën e Gjermanit, merr rrogën, paguhet, ja ka mundësu tandat mjetë, faktikisht që asi. Edhe që nuk është falenderus për këtë popull, unë nuk e di çfarë shoqërie jem. Ju kemë falenderus. Ne jeni populli ma pa falenderus në rruzlën toksor. Na veç tutën e dojmë. Atë moment që ti frigosh diku, te falenderon, te respekton, te çmon. Ne le që jemi frigatsak, po jemi më të vërtet shoqëri e degradume. Për të zi, jo për të mirë, se për të mirë, s'ki shka krenosh ti me të, me cilën njerë mush më krenu, po ti s'ki shpik kur gjobën në sen s'ki shpik, absolutisht kur gjë s'ki shpik, që 500 vjetë i knena.
Çka do të më krenuan, çka më thonë, jemi popull besnik. Po çfarë besnik jemi? Po na jemi tratar, po na jemi shpijuna, po e zeza këtij vendit jemi. Po na rran vetën. Po 2 shqiptarë në firmë su i ban bashkë. I treti e ha drejt që lëm bohot. Po kështu sa vrasje të ndodh lule, po kështu sa hajnia, po kështu sa plaçkitja. Për ndëgjoj neoni e kish këtëruar një polic me vdekje, me familje, me si. Po ku është shteti, ku jem, shka më të ndodh me këtë shoqëri tonën? Ku të shku kjo shoqëri, oj lule? Nuk jem më i sigurt në shpitonën më najt. Ka ardhur puna në shekullin 21 mos më koni sigurt shpitone. Më të kërcënu ti tyli çfarë rrugaçi, tyli çfarë me kërcënu uniformën, me kërcënu shtetin, me kërcënu parlamentin, prokurorin, mjekun, arsimtarin, çdo gjën na të zezën, nuk e di pse s'morëm një kulturë e lule pak. Po na përbuzëm babën tonë që e nonën që na ka bën. Përbuzëm nonën tonë që na ka bën, çdo dytit i thun trego mas ta përsëriti. Vlla ati. Vallë kjo nona jote me sa njerëz pas ka flencit tonë ta vllai pas ka bona për 2 jon. Ose këta baballar tonë. Deri ku jemi me që shoqëri jemi komplet të degraduar. Morëm, si më morr mësim nga njerëz të evropian, ne na ha drejt që morëm këshilla e mësim nga shtetet azjatike ku më konë të mirë ata, rrinë venin e vetë, po më konë veni jonë që i mirë. Nëse migrojë, marrë 90% kemi emigru, e kemi shu venin tonë lule. Çdo i 4-5 fshatat i në bëshatis. S'ka rini, s'ka ku gjoheq, bu mujtë është ta plesë që në shojnë Kosovën, hikin. Qashtë mirë, qashtë në gjendje të mirë që shteti jonë, për momentin. Nuk ka aty, o i pasur në i varfën, nuk ka 2 shtresa në Kosovë, o i varfën i pasur. S'ka 3 shtres, nuk ekziston në Kosovë. U bona pak i tepërt. Jo, absolut, Vilson asnjëherë nuk i tepër. Me frekancë kom personale, kjo është vetëm ndihmi im i lirë. Ju uroj shëndet e të mira. Me shëndet në krya. Përshëndetet u poshtë, një thes kumpira kanë pas to sa dush. Tash mishin, po qërë lule shqiptar shka, veç edhe qëto. Orna. 12 muj hajmë buke speca, dimnit kur e prejnë po stedmen, gjithë dimnin në rrinë ratë, shtrinjësh ka oq edhe hanë mesh. A verës hanë buke speca, gjithë ditën duhet më përnu, që e vedia jonë, qërë dhej ku kemi ardhë. Nga që më hangë verës mesh, e më ushqy mirë, kur ki temperaturat larta, më përnu, na duhet dimnit 500 kg meshë në kakër shpinë rri, edhe qërë televizor. Edhe ngo lullën në radio. Ku për ti? Që ta jemi na lule. Që ta na jemi lule. Që ta jemi na. Vilson, shumë faleminderit. Lumt, respekt, pa vazhdo nëse kime full, absolut vazhdo. Unë jam shumë i drejt për drejt në flas për hatet kërkujna, një jetë. Që s'kom me interes për kërkuj, si e shkel tokën, veç për i Zotit të mallit Zot që më ka falë, më ka unë shpijet e kom interes. Për i asë një njerës kom interes. Asë nuk jem stervel moshkull, për hatër dikuj më folë, po e flas veç ato që unë e ndi edhe shë, edhe preke me sy, e me dur. Se me sy s'preket, po me dur. Unë nuk flas për të kalumën edhe shka do të vjenë, se s'di shka do të vjenë, veç për kohën aktuale të sodit. Natën e mirë, gjithat mirë të ju. Vilson, natën e mirë, gjithë mirat e respekt pa fond, të mdo. E kishëm Vilsoni me qenë se kam telefonata dhe thash dhe të mbyllën e orën 20, unë të të marrë telefonusit, se me të vërtet, Vilsoni është i papar, respekt Vilson se e thu fjallën, ato për ato, mu që shtu më pëlqen, mu s'fal me rrutla, po futja drejt, bre, tak, rak, s'ka, e kemi edhe telefonusin e radhët. Ale përshëndetje i zërë mirë, se na erë dhe mirë mrama? Përshëndetje edhe për juve mirë së gjitha. Po si i zërë, si ka juve këtë fund tja? Mirë për zotin, mirë. Gëzohëm që u shqit mirë. Kena Vilsonin ende? Jo, Vilsoni ende në gjithë, apo shkoj? Jo, Vilsoni shkaj, veç po ngan ka pusht, po ngan, në kësaj dhe kemë. Nëre mirë është po të ngan në mirë, po të herë po ngan në ketë. Qka do të në thua shë zërë, son të kemi...
Ja, Që të tema të eleksionit. ja, ku dush japja, nuk kemi teme, kemi vetëm bashkë bisedim me dëgjuesit dhe mund çfarë të thuash, ku mund të kyçesh edhe ata çka tha Vilsuni pse jo, nëse ki me shtu diçka pajtohesh apo s'pajtohesh pse jo. Që na kena me shumë teme në gjesë vjesëm të bisedu, pas po i në anena heq. Mas pore, kisha mi përshëndet juve së staf, familjen Faleminderit. e juve, gjithë ta telefonues që i kije çdo mbrëmje në kolon vetën. Kisha me përshëndet ata pjesëmarrës që morën sot në Strasburg, morën rrugën, kur thoi një pikë ujë me çuë më tepër, për me mbrojtje rintori përgëzoj, ju uroj kthim të mbarë në përvendet e familjet e veta e kam bënë një punë të mrekullueshme. I përshëndes. Faleminderit shumë Yzer, respekt pafund. Edhe për juve, ndërsa atë ne ke po një fjonë që dhe që shmë shkryet se ka fuqa bëllë. Edhe Vilsuni tha, shneta, tha po do të më tha, inshallah është shneta në kry, shnash kryt. Unë tha shmë shkryet se ka fuqa bëllë, dhe mund ka fuqa të mund në rrusë sot, kryet me posë shnash, se qërë Lule me kurishëm të ri ka marrë gjumje pas se kemi shti në kryet që ke shti ka marrë gjumje. Dersa sot çfarë dush jastaku në rrë nuk merr gjumje. O nuk ka faj jastaku, po ka faj koka. Lump, bravo. Se ku e me kone ri, Allah s'ka marica me kashtë. E ke shti ka marrë gjumje. Ta vëllaj në shqit për nga guse, në shqit qka duesh, të merr gjumje. Nuk ka faj jastaku, po ka faj koka. Se na, qëre jemi të gjithë, unë pajtona me Vilsonin e këto, nikun do të me rujtë shumë. Me fituar një me këki shumë zarë, për me hupe me nga 5 minuta. Bravo. Na ata mesë që na sodhen lirinë, na prunë me lirinë, na ndërtuar shtetin, na mjërë të shtetin e këto, jemi mos me njësë. Ku po dhe me shku malena? Na, këtu jemi. Na kishëm fati shqiptarëve ka qenë për sheku, po nuk po dina me majtë. Ne kemi pasur si pas kushtetut të 74-ës. Jemi konë ujës republikë, po sa jemi një ka munguar. Kemi bajt mbrojtjen territoriale, policinë, gjitha, kemi pas pjesën Federatë Jugosllavisë gjithkur. Po nuk ditu me majtë edhe ai na shkoj, po që ta vetëm një. Mos të dikush që s'ka qenë kur gjë autonomia shtetit kon. Ka qenë pas republikë. Po çka luftoi Serbia në huaj kushtetutën e 74-ës. Edhe ta boni Sallamadi 89-ës, ta huaj krejt edhe na la pjesën e Serbisë. Na me meq, me alak, me pen e me push, e pronëm dektet i këta. Na gjithmonë luftën e kemi fituar, në front, po që ne kemi humbur të avëllin. Për fat keq Allah Zoti mos e të fjallë e me vërtet, veç kanë folë ata që Brelovicet e këto, neve Kosova na kthehet kur t'i prishëm në Amerikë. Politike na nuk dhja, politika është me drejë dhe me zdrejë. Ju kujtuat juve që kjo ambasadori dhe sa ka qenë në Beograd, ka deklaruar që na kemi gabu që kemi bombardu Serbinë. Po kur shkreja atë në halë, tira fjallë këti folje. Kjo politik na që shmenojme, veç me kunë gjithë dhumën të tona i bjenë në post, drejt bjenë në post, të me ndërru, ka e në qyshtë të nevoja. Keni posa kanë deklaru për qëto Christopher Hillin, që kanë deklaru për ta. Jo është për Serbisë, për këtu, e sa që ka na dulit, na hele thujme, është komtarë për neve, herë është i mirë për neve, herë të rallëtarë. Që të na, jemi se shkurt posa, nuk shumë na, ma largë, se për të hune. Pajtu na plotësisht, shumë e vërtet. Po qëre, aja e vërtet na gjithë pedimi, po përrimin e vetë. Unë e thëmë kiti drejt, aj ka drejt, këtë nuk kena drejt. Të jepet një fshat kishë bashku një i më shumë, pyesa kush o këtu, kush vetë në këtë katon, kush o përgjes. Thamë tani e na, o gjenë mësusi, kërë plaku këtë, që thamë s'pas na bukë. E që kush këtë e të fshat, kush o këtu, tha kërëtori katonit, o gjenë mësusi, e që të tha pas na tha bukë, njërin për një. E na gjithë mund për shemë se na të qeveri, së mujna me konë 120 deputet, së mujna me konë këtë qeveri. Po qeveria u dheqë, po nën, po në dëgjojnë e shkoj për para.
Ti për shemë Xhamia ka 30 milion banor. Funksionon si shtet, vjen i thati zgjedhje. Dalim votojnë e kryen obligimit qytetar, edhe kryet muhabeti, tërna. Në mund që sove, për në shkurtit, 98 orët që tash, ende nuk ka mujt halo për mos pas zgjedhje, a në Gjermani të shpallë 12 natës. Për fundimtare. Këtu jemi na. E shkreq rrotën e përshëndes, se shkujti ma heret, kejt shkreq rrota e ka fajen. Se me që të rrota që ato gomat e Mitrovic, kuja dha rrotat. Nuk e dhja që kanë dimit atë veret. Jo me siguri tash përdimen se u dakshin treja. O, qëre treja e kone, dhe po qas jemi na. Qëre drejte më të asa ata po përëmi kërkoj folim, këna për pora shkalit, apo që kemi suit në rënd, apo ma gjë. Që kemi suit na, që ashtë nuk ishte festun, që ato qafar gjendje me goma me këto. Po, populli ka vlerësue, vetëm në një du me të thonë. Qysh të populli ka dhe ci. Popull 47% në alfabet. Zgjedhjet e kalu më 42 se dhe që i vetisuar. Këtu jemi na. Këtu jemi na. Kush nuk e ndëgjon fjalimin, apo plan programin e dikona, po se këshyri kush ato. Këtu e bukta politikat sikur kongatarët. Kongatarët për shembull dalin kush nuk e këshyri çfarë konga, çfarë pjesë e po se këshyri çka ka vesh, çfarë festoni, këshyri se sjellë trupin. Këtu e politikanët na votën. Po fakt. Shumë e vërtet është se përpara seriozisht kanë kënu edhe ka pas teksti i këngës, po edhe dukja e këngëtarit apo këngëtares ka qenë me të vërtet për lavdata i e kënaq kur e ke pa në vesh këngëtarit të kënu. Sëd as nuk qyre teksti, veç ka të mund thet, por dukja edhe veshja, apo zveshja, se veshje sëd nuk ka, për këta këngëtarët e ri veshje nuk ka, por vetëm zhveshje. Aja vlerësohet, aja te a ke po në YouTube për 24 orë shkon me miliona klikime një këngëtare apo këngëtar që me të vërtet kënan aty ka. Është për keqardhje, është për keqardhje. Ja, vërtet, dhe mund për e tu në plëtsisht, që është dhe më honë në testin e sojna, dhe me thonë në ati test, qka po fet, qka po të regën, po të ne këqyrin në veshje, qysh po lakurisave, qysh po veshje, që ka vesh, sa këcej nalë, sa këcej posh, që të. Të na gjithë i zërë, ona negative vlerësohet. A ke po në mediumje ku ka sharje, ku ju shohet nana njerëzve ato, ku ju shohen motrat, ku shohen familjet, ku shohen çlirimtarët, ku shohen gjithë. Ato shkon shikushmeria deri në 1800-900. Një medium që i bashkan popullin, i bashkan shqiptarët, nuk ka sharje, nuk ka fyrje, as nuk e shprendojnë bre, nuk janë 3 vetë që e shprendojnë. Unë po fuli personalisht për mediumin të jam e dini që është një medium i pastër si luti. Urna. Nuk më dëgjuhe se Yzer? Këto më në dëgjon familja, më në dëgjon gjithkush. Nuk po fyre banë të. Vësë duhet ta them një fjalë, ish mjekut apo kryetarit partisë drejtësit Ferit Dagani. Edhe pyetin një tha pse zotëri kryetar tha ças pak kemi antarësi. Ase çka s'ka tha njerëz drejt. Se thash më nis pas vën. Me formë, me shomë, me banalitet, me fyrin, me këto për gjonë këto. Këto vetëm një, kurse Flet Albini çka do ta kanë me rreshu kjo, ditë çka ka thonë çe. Këtu është ajo. Kur e përmendën Dadan Roz, shembull ajo nga Juve. Dadan Roz u boja e gore sholla ta çu xholli u rreshëndet, mos ku xholli sholla. Për gjene. Këto është urimi i diabol. Për gjene, urimi i diabol Dadan Roz. Dhe ku kena ha? Shembull nuk e, se përmend kërkosh Gjevalla Trocin, se përmend Shote Galicën, si përmend ato, përmend Dadan Roz. Çfarë diskriminim kemi ona? Pikërisht këta jena na që me të vërtet unë e falenderoj edhe Vilsonin që tha se me të vërtet sikur popull nuk ja dim vlerën atij që e ka, po i vlerësojnë atë pa vlerët. Qore ne dhasham që më mbur me Gjevalla Trocin, e Femilla Trocin dhe mund që i na Shote Galica e dytë me Azemin. Kush e përmend sot? Kërkush.
përmenet me muza kusari, zdrava brate, zdrava fina brate që këtua, e një dëgjova sot një medium, tha, këto grafitet që për qkujnë në Prishtinë, tha këto për qkujnë tha opozita me disë sërbe. Në lëvado, pa para 5 vite që shkuj ke vetë ndërë se grafite në për Prishtinë. A pas ka qenë me disë sërbe? Ju. Ku një profesori, një far akademiku, tha Mustafa, dhe ujë kemë 2 gojë, prof, i sargati servisë. Këtu jemi na. Ne kemi një që tonë në këshyru me hangar mesh, armikut i përkurme, dhe më një shtrami për të. Për qëra kur thëjë ma mirë drejtë që se me gjatë që ja hujë. I keqë i mirë jyti është. Na të hujtë i afrohemi nga, se i hujtë vetëm për interes, sot ka interes, e di si s'ka interes, nuk njëtë shkelë. Këtu djera, dhe jona mi hallit që për shamë, qeveritë më hashme dhe kanë dalu, kanë përzon për i Kosovë dhe kanë dalu, ka shtu vitë me zirë. Kje ka këthy për para, jabje me gjitha me në shtësi, pro greke. Këtu jemi na, të vlerësojme. U koni kujtojt një këshiltar me prejarë dhe Amerikane për i kineze, që në konë, kër e ka pa larguëm ish ministri, ministri punët drash me Algen Veliu, e ka pa larguëm. Si që edhe funksion të e këthym pra. Unë e këtë në këtu, nuk e mos ja bie me fjallë të armikut në vend, që shqiptarët nuk e në gjendi me formu shtetë. Nuk mund Amerikanë në ka shliru, në ka si diri, ku në ka thonë dëllëtin të në Ferizajnë, palestrin e sporteve. Diri në e lësëllëm, shtetin zhvillan e vetë. Jemë na të mvarëm. Rotullojke kamiona majonet, kamiona rotullojke, mauna, po i maunat, edhe zallën e delegatit për ndërtojtë Kosovë me zallë të delegatit. Në ku finëm mërdarë dhe zallë të servisi më bërë, limo ma shumë. Izer, nëse s'ki me shtu diqka, unë të falenderoj shumë për telefonatën në respekt pa hënë. Se ta murën e kohën, falënderoj shumë, e më dëgjoj shumë për të mira, në javë të barë, e hanë ditë pune, ka ljofë mirë. Falënderoj gjithë ata që përkrajnë juve, e që në dëgjojnë, e kene adhërus të radios juaj. Faleminderit shumë Izer, gjithë mirat të uroj edhe ty një fillim javë të mbarë e dëgjohëm herave tjera. Natën e mirë gjithë mirat, natën e mirë. E kishëm pra edhe Izer Makullin nga Austria, unë të marrë edhe telefonatën e fundit për sante. Shpresoj të kam telefonusin që na ka telefonu disa herë, edhe një herë ju përshëndes të gjithëve, sa ma larg politikës, se përsha që po kanë dëshirë me diskutu për politikë, por sa ma larg politikës, mos bani përqarje, respektoni mendimin e gjithë kuj, derisa nuk ka sharje fyrje, ne gjdo mendim gjdo kuj e respektujmë. E kam edhe telefonatën e fundit për sante. Alo, përshëndetje, mi mrama mirë se na jërë dhe shaqë. Jo, i shola, si jam i fundit. Ja, la i fundit sante. Tartë, fëzdi gjohë me ati u farrut, ati morën krejti qunë Mitrovica, që u bo me nëzidule. Kam të të lajtë, nëse kanë pinjë, kanë bo rrët krejt. Shaqë, si je shaqë? Mirë jena mirë, po kalojna nesra kam i bo një vedo me rrët dhe keni mu që ditë se vallohaj matë mesëm se ju rezollan duhet në ko. Pse breve që këna qpikë vuzina? Ja, e se të kalzë e nesra kam i bo vede se sëtë s'po takuhet kalzë e nesra. Okej. Edhe kam me t'i quë vedet edhe pëstoj ato, më nëshme i po, le të shuajnë këtë guta, sa po e drenica për pora, edhe kini mu befasu edhe vetë, që akum po në ditë sudit. Po ku po, ma shtë në rezalla, po ku, se ma shtine tërpin të ashtë doj nesra, së i flaj gjithë nautën në. Vëllohen në rezalla dhe veç o tërë se bashku me në qizu që ta se kështalon, për zdolin po mjetë mirë se. Na ka ishin këthy dikun për një 60 vjetë mbro për na këshin këthy. Për me a? Atë se shë njësta e shë, veç për hotër të ratë gjëzërit lirë, kam është me buën gjëzimin edhe kam të dërgu lojnë. Ma dërgëse, nëse është interesant edhe javlenë, unë pa tjetër dhe ta postaj edhe në faqet ratë gjëzërit lirë, me qenë se di se... Jo,
E ka shikueshmërinë gati 30.000 ka bon për një vit e 8-9 muaj, 30.000 ndjekës. Allah se zëtë nesra ka me bu për 40.000 kanë më të rritë 10.000 për i herë. Edhe kena me kalzu botës ku jena të jetu edhe ku shëtu na u hejtë. Okej. Po mirë edhe vetë nuk e fasu. Okej. Që shënjajnë mirë apo liona si po kalem ja. Mirë për zotën, mirë jemi, mirë po kalojmë, po me të vërtetë jam të menu qa mund me konda janë rezallën teme, me ndodha të gjona, që na kanë kthy shumë vite mrapa, nuk e di, krejt vën, pak pa hine me se janë fula me shpik kush së më tha sen. Zaher s'ka kanë të informun ata si kur te o shashti me këtë rruta maruve të fluturu. O Allah, mas i ka përcela veç për tëva me këthi kjerën mrapsht, se dikush të në rikverc ose rëbisht. Mrapsht me këthi për tëva, se mron men, se mu më qpikin dhe sen atë për atë, po do të ashtë një vetë, kësmet, që jemës në shërar. Okej, shaq, nuk kemi temë, kemi vetëm temë të lirë, mund t'ju bashkangjite o parafalës, mund çka dush të na thuash, të bashkëbisedojmë, edhe të japsh mendimin tuaj. Unë spik spori përshëndes juve, sta finalizuar dhe gjumës të mrekullueshëm ti me djumë se ka herës po kam edhe ku me i, se vesa edhe pe vështrije se kesh në vështri. Edhe jeni një medium në me tana të porët me standarde evropiane edhe debatojnë asu kur na me konë familje tëne ose në lagjen tëne. Ku ka ma knasije ma mirë se me bashkuë 30.000 njerës si the, 30.000 shiqus, ku ka ma mirë. Mës me pas fyrje, mës me pas sharje, po me pas qka me debatu, me pas qka me këshillu, me pas qka me bledhe, me pas qka me shrit. Se një njeri kër e udhëhes një emision, të jeni pasyre që të shohin krejt buta. Ta shumë për njës në për vetë një aktor, kur del me aktru një drom, ose një recitator, me dal me recitu një virsh, ose një kangatar me kënu, krejt njerës të kështyrin për me bledi qka pejtina edhe më dëbim, qa që dëbim poeti, moderatori edhe kangatori që i mundet me të shti edhe me qajt. Se për shemull në ti një tekst për shemull, unë e si thmi kër e më konë 8 vjeqar, kër e kanë gnu kongën e flamurit, unë e qatere këm kajtë su kur thminja, pse me myt njerin me drunë. Që ka kërku lirije flamur për shtetin e vetë, do me thonë dhe shkruna të të ke konga, po bojnë shkijet, po bojnë i rishë, së kur qetë, kur s'kanë hongër mish. Do me thonë, një njeri që ka lyp drejten e vete, kanë ngos, disë, ka njerë një amur jetën, vetë për mës me lo me jetë Kosovën për pora. I ka nga thori këto e ka qitë me men edhe me ven, me dyjat. Kjo mendimi jam, është të specilloj veç. Kite drejten të japsh mendimin tanë, pse ja ne respektojmë gjdo mendim, gjdo dhe gjusi, është e drejte juja. Pse ja, shaq nëse kiti që ka me shtu, gjdo herë është mikrofoni për ju, unë të falenderaj shumë. Unë të falenderaj ty edhe ndëgjova 2 parafalstemi se që të i në zona vërë. Po? Edhe nuk kam qka shtoj se fuli qaj para qitit fundit, qka tha qaj tyjbe që ato jenë krejt, po të tyjbe këtu morë so ka shkësen. Vilsuni ke, Vilson Prejnaj. Vilsunin e përshëndes nga zemra, se fuli me vend të nga fjallë që po të mblanëm një fuli, a i krejt i fuli dhe tyjbe që ashton, po i sholla, po bina në binor, e po ecën drejt se vallo, e si jena kërka. Hiq. Nuk e nina besësët, sa ba me nungë se thash që të e qilë telefonin me njës. Asha me qilë, mës me qilë, tha pse qa mu, është pasha zëtë, si të e qilë një lajmë të kesh kimi një, je myti, je vrojt, je thirë, je furi, je me të bunor, je du për të lu me kërë, je buni këto, je buni ato. Një lajmë, mirë, këtë Kosovë. Mu ka ma mërmene edhe kur që ma hjek, pej kreje në kohë. Këtu janë të i bun të në foqet e zeza këti popli për me përzopi Kosovë këtë rinjë. Qaj skenoro ka pregaditet
me thosë të dho pore dikush, me prish këtë vend, me shkatru këtë vend, me hup rinin, me hup mjekësin, me hup shëndetësin, edhe me metë në mshirën e zëtit veç dhe pleqet e plohë. Gati jena, shaq. Gati jena. Nuk është largë me me i të ashtë. Halo, një qeveri nuk erë që, jo veç skënëraj, po halo, nuk njeva një qeveri që shkojnë një fshat, a shkojnë një qytet edhe i pyti qka jeni të interesun një mbledhjen e mojtë. Për qka jeni të interesun, qka muj me bon na për ju, qka muj na me bon me nalë rinin, mësë me na dalë jashtë. Halo, nuk e njeva një debat televiziv, as një mbledhje të fshatit, as një mbledhje në qytet, as një mbledhje në qeveri. Qka muj na me bon, qka muj me prodhu, qka muj me zhvillu, qka muj me bon, mos milion rinin me na i. Veç ki me një zi e tërë. Ta nol rrimen, ta nol aton, ta bakton, ta ton. Thuti, për kalëzën për malisheve 3 dit ta s'kena rrim. O koha mos me najt 3 dit të 3 net pa rrim. Njerëzit pika e por është uj ma shumë të që i duhet një familje, uj që sit nollet rrima nollet uj total. Pa uj s'ka jetë. E kush për bën ato? Shumë e vërtetë. Shqiptari për bën ato, rrenjën ato që nuk ka uj Kosovë. Ka Kosova ujmoni e furnizën, edhe Kosovën edhe Macedonin të furnizën, edhe një pjesë Serbisë e furnizën me uj. Uj ka bëllë, po heca, nuk din me gjithë njerë që e kanë lemin për me punue, me prun të ejtë zhvillimi ekonomik, të ejtë zhvillimi bujqësër, tanë na me dhonë standartet evropiane që shjebë Zvicra, Gjermania, këta i morën beneficionet. Të këqyre Albin Kurti tash në lubet që të dërën zemër, këqyre qëfar dreqë, ato lubë rëllin e dreqit, as një pore nuk e lëshë për skeneraj, pse e din se kërejq ato maqinerit e furta, qka i konë publit tash që i kanë zhvillu Kosovën, që 27 vjetë e kënina, kërejt i kanë që ta që i në konë pushtet, i kanë me bagera, me firmat veta dhe kanë punu, nuk dënë me lënë, pse? Ja lëshu porët, ta the ta pet pasiluen e nëzë ma shumë. Do me thonë nuk dë me lënë shtetin mu zhvillu, po dë me që shtetin mu vërfnu, edhe rinin për i këtujt me në largu. Që kjo e rëll i dreqit kjo flartujt. Mu ma mërmeni më përflas me mendimin tem. Nuk kom i. Se ma mire ku me posën e 5 vllazni kam jashtë, ma mire ku me pas kom ata këtu me mu, e me punu të këna bishtën, që këna punu me 2 kual, e se këna lëbatal piken, e sët të ka ju në djerrin 7 hektar, s'ka ku shë punën, s'ka mjetë, shtetis një më, sen nuk të afrë, vllaznin me për zonin, nipat e djente vllaznive, për qika, për me të huk, i kjerek vetëm shtetet bashku me Likusit, du më bu shtet në veti. Unë kryetar, gruja kryeministre, djenë do me lo deputet, edhe do me shpoll, do më do edhe për Drenicë dhe për Kosovë, do më shpoll shtet në veti. Nuk më ka vëtë të tërsen. Shaqë të kuptoj se nga Mlefi edhe nga përjetime që jetën pikërisht atje edhe di situatën ma mirë se na. Kështu që ka me thonë veç inshallah keni shnetën, zdi, shaq, unë të falenderoj shumë se kam edhe një telefonus që po telefonan, kështu që edhe do të mbyllë misionin se jemi gati që 3 orë bashk. Jo, valo, edhe që ato merë gjësysh. Edhe që telefonus merë se për një gjëna se për abesej. Edhe që ato për marë, hajde natën e mirë gjithë mirë, tom. Ishte shoqa pra nga Likufti, unë do të marrë edhe këtë telefonus me qenë se më të jakum njësë me thonë edhe qita, por nuk po të kam dëshire të ju mes bërqë telefonusve që na telefonujnë dhe janë dëgjus të regull dhe dëgjus të mrekullushëm dhe kim që ka dëgjujnë për tyne. Alo, përshëndetje, mi mra ma mirë se na erdhe Isa. Alo, përshëndetje Lule Shaboni, përshëndetje Radio Zeri Lirë, përshëndetje dëgjuesit, edhe falenderoj për kohën që bëna kushton neve, që po rrim pak si po presim çdo program ka pak me ndëgjuar fjalë të mira për këtyre ndëgjuesve të mirë. Faleminderit shumë për këtë fjalë Isa. Po si Isa,
A je mirë familjarisht? Mirë shumë familjarisht, mirë edhe me njerëz të mirë, sot ishe knatësi, sot me nejt, me ata njerëz, me ata luftarë, liris, me ata njerëz që dojnë lirin, që shkun sot në Strasburg, ishim po përkërqarë dhe nuk mund të mi pa disa njerëz të mirë, e përshëndes me zvalve tua, Naser Mehmetin, përshëndes poetin Sami Hasanin, Jaho Brin, e shumë tjerë që nuk ko mujtë mi pasë, ishin njerëz, kish pas njerëz shumë në Strasburg, e ndesha me zvalve tua, ti përshëndes ti falenderoj për kuën që kanë gjetë dhe kanë shku atë. Faleminderit shumë, shpresoj se disa prej tyre dhe veç dëgjojnë se janë dëgjues të unë dhe ishin më herët këto. Me siguri, edhe me zvalët tua për shembull dëgjon gjëra të mira, përshëndes shoqën që ka një bisedë mirë, Wilson Pranën e gjithë ata dëgjues që i kitë mrekullueshëm në këtë radio tonën. Me qenë se pas ke qenë vetë prezent atje, si shkoj organizimi i protestës dhe a kishte mjaftueshëm protestues? Na protestues ka ata që e dojnë dhe kanë gjetë kohën. Po unë e kom prit që shumë shqiptarë, vetëm shtetin në Strasburgu, në Gjermani, në Basel, e shtetet që e në afër, se afër Strasburgut ata e preferojnë me një radios dikun afër 50-100 km, me sigurit aty dëshkun në 50.000-100.000 shqiptarë në të ishin. Se çdo qytet, Gjermanisë qytetet mëdha ka me 3-4.000 shqiptarë, 5.000 shqiptarë. Po për fat keq njerëzit pinë çaj në shtëpi, nuk kanë kohë, edhe nuk ja dinë atyne që e vujnë për lirin tonë, për historinë tonë, për drejtën tonë që e mbrojnë hala. Po njeriu që nuk ja din vlerën lirisë, nuk ja din historisë, edhe nuk jeton me historinë që ka përjetu ky popull, unë i frikojmë se historia do të përsëritet. Unë ndëgjova shaqen e dëgjuesit tanë Wilson e ata tjerë, që me të vërtet është një thonje në fshatin e Isniqit në Shal, të Isniqit Shaljon, që janë si fara hinthme të Shaljon, po mu kanë bo shpia, pet thamë se i kam mist për Shale, Shaljon i kam mist, e thojnë kështu e kash pashit njonin fshat aty tokën e babës. E shetë e ja bojnë ata dikush të i bërti, pse për shetë kam nevoj e haqjojnë që të një këtire, tokën apet të shite, del një plakë, thëtë, pse për bërtit një këti djali? Thëtë, po të shite tokën dhe më, thëtë, lene, kur të fiket krejt, haqjojnë krejt, thëtë, atëheri bje nërmenë si ku për mu që pas në bo. Ky popull i Kosovë sa ka që demagog në qeveri, duhet më ra dhe nivelin më të, me pa sa më pak njerëz në Kosovë, edhe me pa njerëz si me të vërtet, ky nuk e meriton më konë në Kosovë, atër del popli edhe e njek për Kosovë, e të qka në vërgji se këtu nuk i ki veni. Se njerëz nuk jenë të pa që u ku të hongër edhe thët jem onër. Pa faru s'po thëmë, veç pa u fi krejt ekonomikisht krejt kë popull, këta nuk e kuptojnë. Pa u ngrit çmimet në tavan, çmimet janë pak të ulta, duhet më ngrit edhe më shumë. Rryma u ngrit 100%, duhet 500%. Duhet më ngrit sa më shumë që popullit vërfnohet ata kuptoj si ka i karë vërfnia, se shtrimtarët nuk nderohen, etikohen mënyra ndryshme, kryetarët e komunave nënshmohen, ne drejgju pe qeverisë edhe njerëz të mbrojnë tojnë ka drejtaj. Nuk duhet me pa të hajnat. Çdo kush etikohet hajn kriminal, njeri Serbisë. Fjalën e ka që edhe pava mes dëgjuesve këto thotë po janë njerëz Serbisë. Çdo njeri shqiptar që është aty një doket njeri Serbisë. Se çdo njeri si duket liria nuk e ka prek, nuk e ka shku kadera. Se po të shkoj ke kadera çdo njerit dhuna, krimi, me të vërtet i shprek edhe kish një atë ndërgjegjen kishton Kosova me të vërtet sot është në rrezik. Është në rrezik se pa njerëz nuk mund të marrë shteti. Pa njerëz ku nuk duhet ai vend, është helmu ai vend, o helmu popullata, aty është shtiet kthehet. Besimi na duhen edhe 20 vjet për më kthy ndoshta para 7 vite që shkon Kosova. Ju përshëndes, faleminderit për kohën, i përgëzoj gjithë ata që kanë pjesëmarrës atje, po edhe i përshëndes ata që se kanë pas mundësinë, po nuk janë gjendje të përshëndes ata që
edhe sot flasin keq kundër atyre njerëzve që duke mbrojt historinë tonë. E uroj që ata njerëz të jenë sa më shpejt lirë, nuk janë më atje të kinda punë burgosën, që ata ka një qëllim, që liria jonë të jetë edhe më shumë e vullosur, që të ndjohet ndërkombëtarisht që atje njerëz më të mëdhenj të historisë, për shtetet të Amerikës fuqisë të mba, që na kanë ndihmu, shkojnë në dëshmojnë për të mirën tonë, për realitetin tonë. E na qohëm edhe ata njerëz sot i shohim, e kritikojnë edhe thojnë në mënyra të ndryshme. Natën e mirë, shumë falënderes për kohën, për hapësirën që ma dha, pak sa do pak me qitë ata që ka mendova. Natën e mirë, ata që punojnë nesër për të honës punë të marë, edhe të jenë me familjet e veta, të kanë shëndetin, të kanë lumëtërinë familje. Faleminderit shumë Isa, respekt, po të përshëndet edhe Vilsoni shumë, po të falenderojmë për këtë fjalë, respekt. Natën e mirë, gjithë mirat e dëgjojmë herave tjera Isa. Tom. Pra e kishëm edhe Isa Bajramin, ku e